Pse të moshuarit nuk flenë dot natën? Ja se si të shpëtoni nga pagjumësia. Për shkak se lufta për të fjetur lidhet zakonisht edhe me procesin natyral të plakjes, mund të mendoni se të moshuarit thjesht ka nevojë për pak orë gjumi, por ky është vetëm një mit. Të moshuarit kanë nevojë për gjumë pa aq shumë edhe sa të rinj, edhe pse mund të jetë e vështirë që të arrihen të realizohen edhe oraret e duhura për një gjumë të cilësor, sidomos edhe gjatë natës. Ju njohim në këtë video me disa arsye pse mund të jetë e vështirë të flini ose të qëndroni në gjumë gjatë gjithë natës sipas Healthline dhe çfarë duhet të bëni në këto raste për të evituar këto komplikacione. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse keni probleme të caktuara shëndetësore, këto mund të ndikojnë gjithashtu edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Shumë çrregullime shëndetësore duke përfshirë këtu urthin, artritin, problemet me zemrën, gjithashtu edhe sëmundjet të mushkërive mund të bëjnë më të vështirë gjumin e natës dhe të ndikojnë drejt për së drejti edhe në cilësinë e tij. Ndaj, nëse e keni shumë të vështirë që të flini gjatë natës, tregoni të vëmendshëm. Gjithashtu çrregullimet e gjumit të tilla si apnet e gjumit, por edhe menopauza, mund të vështirësojnë çdo që mund të ketë këto procese. Prandaj nëse prej kohësh vuani nga pagjumësia, adresoheni atë tek mjeku nëse mendoni se është shkak i proceseve të ndryshme të problemeve. Urinimi i shpeshtë gjatë natës mund të jetë një arsye pse e keni të vështirë të flini. Kjo mund të jetë për shkak të prostatës së zmadhuar, të cilët kanë të gjarë të përjetojnë edhe shumica e meshkujve me kalimin e kohës, ose mund të jetë rezultat i marrjes së tepërt të ilaçeve. Për shembull, nëse merrni një diuretik për përmirësimin e presionit të gjakut, ai mund t'ju bëjë që të urinoni më shpesh. Pavarësisht nga shkaku, vizitat e shpeshta në tualet gjatë natës mund të prishin gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Mund të jetë për shkak të evolucionit. Shpesh të moshuarit mund të bie në gjumë herët dhe pastaj të zgjohen në 4 të mëngjesit dhe nuk mund të flenë më gjatë natës. Ka disa specialistë që studiojnë teorinë e evolucionit dhe thonë se kjo është një mënyrë për të ruajtur specien njerëzore, citon doktor Abhinav Said. Domethënë njerëzit e rinj, të shëndetshëm dhe të fortë qëndrojnë zgjuar deri në vonë për të ruajtur. Pastaj në agim ku edhe grabiçarët janë të lodhur, do ja dorëzojnë radhën pleqve të fisit, citoi doktor Said. Po bëni më pak gjumë të thellë. Kjo mund të jetë një arsye krijimit të problemeve të pagjumësisë. Të moshuarit bëjnë më pak gjumë të thellë çdo natë, por nuk ndryshon vetëm sasia e gjumit, por gjithashtu ndryshon edhe cilësia e tij. Ne ende nuk e dimë pse përqindja e tyre e gjumit të thellë zvogëlohet me kalimin e moshës, citon doktor Said. Cikli juaj kardiak ka ndryshuar. Çdo gjë në trupin tuaj funksionon në një cikël 24 orësh, duke filluar nga zakonet e të ngrënit deri te cikli i gjumit dhe i zgjimit. Dhe me kalimin e moshës, ndodh një zhvendosje natyrore e ciklit kardiak. Melatonina, hormoni që shkakton ndjenjen e përgjumjes, prodhohet dhe çlirohet më herët në ciklin tuaj kardiak dhe ndikon drejt për së drejti në këto aspekte. Gjithashtu kur plakeni, trupi juaj ka më pak melatonin në përgjithësi. Për shembull, nëse më parë flini në orën 10 të mbrëmjes, tani trupi juaj është gati për të rënë në gjumë edhe më herët. Kjo ju bën edhe të zgjoheni më shpesh edhe më herët gjatë natës. Por si mund të përmirësoni sasinë dhe cilësinë tuaj të gjumit? Duke u konsultuar me mjekun, përpiquni të gjeni oraret e përshtatshme gjatë ditës për të marrë ilaçe të cilët ju shkaktojnë edhe shqetësime gjatë natës. Mos konsumoni pije në orët e vona të mbrëmjes që të shmangni kështu urinimin gjatë natës, pasi mund të jetë një faktor i madh ndikues. Gjithashtu evitoni konsumin e pijeve energjike gjatë orëve të pasdites. Përshtateni ambientin e gjumit tuaj që të jetë më relaksues dhe t'ju bëjë që të jetë më e lehtë cilësia e gjumit. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse vuani nga probleme të caktuara shëndetësore, adresojeni ato menjëherë tek mjeku juaj përkatës, për të evituar kështu edhe shqetësimet e mëvonshme.
Nëse doni të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit, duhet të ndryshoni edhe regjimin tuaj ushqimor. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat duhet t'i merrni vazhdimisht në dietën tuaj për të nxitur një gjumë më të thellë dhe komod. Një prej tyre është edhe konsumi i qumshtit të ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur gjumin e mirë dhe të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenjën e lumturisë dhe gjithashtu edhe të mirëqenies. Ndaj, nëse doni të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit, qumshti i ngrohtë mund të jetë një nga opsionet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Ai mund të kombinohet në mënyra të ndryshme dhe mund të konsumohet vazhdimisht të paktën një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Çaji mentes. Çaji mentes është një produkt i cili lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij anti-inflamatore që përmban. Mentja gjithashtu do të zvogëlojë edhe intensitetin e tyre duke lejuar trupit që të punojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose gjithashtu edhe për një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh, sepse do t'jap rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit, citoi studimi. Lëngu i qershive gjithashtu mund të shtohet në dietën tuaj. Është një alternativë shumë e çmuar që mund t'jap rezultate më të mira për cilësinë tuaj të gjumit. Lëngu i qershive i konsumuar në mbrëmje mund të rrisë prodhimin e melatoninës për të përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumsinë dhe është provuar të jetë një nga zgjidhjet më efektive për ta luftuar atë. Nëse vuani nga pagjumësia, duhet të konsumoni të paktën 200 ml lëng qershie çdo mbrëmje. Kjo do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin tuaj edhe në betejën kundër krijimit të pagjumësisë. Qumshti i arrës së kokosit mund të jetë një lehtësues i mirë. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë më të mirë dhe më të thellë dhe komod gjatë natës. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe entjen në veshka, duke shkaktuar një cilësi më të mirë të gjumit, citoi studimi. Bananet e konsumuara në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të jenë një lehtësim shumë i mirë i cilësisë tuaj të gjumit. Bananet gjithashtu përmbajnë elementin e tripofanit, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, siç është kaliumi dhe magnezi. Fruti ka efekte të mira qetësuese për funksionet më të mira integrale që mund të zvogëlojë gjithashtu edhe stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve e mbush stomakun edhe çon në një ndjesi më të mirë të ngopjes. Ato mund të ofrojnë një cilësi më të mirë të gjumit nëse konsumohen brenda normës së lejuar, citon Sleep Speaker. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant të mirë, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë, sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj do ju ndihmojë të jeni më të relaksuar dhe të mbajë gjithashtu larg problemet e stresit dhe t'ju ndihmojë që të flini më mirë edhe më qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve mund të jetë gjithashtu alternativa juaj më e mirë që mund të shtoni. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë gjithashtu një gjumë më të thellë dhe më komod gjatë natës. Të pasura me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë efektiv, edhe kur bëhet fjala për një nxitje më cilësore të gjumit, citon Sleep Speaker. Si qumshti i lopës, edhe qumshti i bajameve ka triptofan dhe falë kësaj trupi mund të prodhojë edhe elementin e melatoninës. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar kështu edhe cilësinë tuaj të gjumit, dhe kjo është një arsye shumë e mirë përse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren që të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit nuk është i mirë vetëm për lehtësimin e dhimbjeve të barkut, por gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në cilësinë tuaj të gjumit, citon Sleep Speaker. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin tuaj dhe mund të jetë një alternativë e çmuar për të shtuar në dietën tuaj. Konsumi të paktën një gote të tillë çdo mbrëmje mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë.
sidomos edhe konsumi i tij brenda normave të lejuara do të nxjisë një gjumë më të mirë dhe më komod gjatë natës. Ekspertët këshillojnë çajin e kamomilit jo vetëm kur jeni të stresuar, por edhe për të ndihmuar në rastin e problemeve të pagjumësisë. Kombinojeni atë me mjaltin dhe do të keni një zgjidhje shumë të mirë ushqyese. Gjithashtu, nëse vuani prej pagjumësisë për një kohë të gjatë, adresoni problemin tuaj tek mjeku përkatës për ta marrë në konsiderat edhe shkaktarin më të vogël që mund të ndikojë në krijimin e këtyre shqetësimeve, citoi studimi. Është e rëndësishme që gjendja të mos neglizhohet, por të adresohet menjëherë tek mjeku juaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.